Horoskopi ditor e hënë 6 prill 2026. Dashi. Mund të ndiheni të shtyrë për të rishikuar marrëdhënien tuaj të dashurisë, jo për shkak të problemeve, por për reflektim personal. Në punë, nëse jeni punonjës, do të jeni thelbësor të tregoni më shumë durim ndaj e prorëve. Demi. Do të jetë një pikë e rëndësishme fikse sot. Yjet mbështesin marrëdhëniet romantike. Nëse jeni beqar, organizoni një mbrëmje me miqt ose qetësoni veten. Në punë qëndroni të fokusuar në arritjen e qëllimeve tuaja. Binjakët. Mund të ketë disa pengesa për t'u përballuar, aftësia dhe mendimi juaj pozitiv do t'ju lejojnë t'i kapërzeni ato. Ndër veprimet personale do të kërkojnë durim, veçanërisht në marrëdhëniet me partnerët dhe kolegët. Beqarët mund të takojnë një person interesant, thelloni njohuritë tuaja. Gaforia. Një ditë pozitive për dashurinë, me kënaqësi dhe projekte në rritje. Mund të rriqeni shumë nga dikush, por mos u nxitoni të thithni hapa tepër vendimtar. Në fushën profesionale është momenti duhur për të ndërmarrë iniciativa. Luani. Kreativiteti do të jetë në plan të parë sot. Në punë idetë tuaja do të vlerësohen, vënë ato në praktik. Në dashuri, mund të ketë tensione, përqendrohuni të qëndroni të qetë dhe t'i përballoni situatat me diplomaci. Virgjëresha, duhet të qëndroni të qetë, veçanërisht në punë. Mos u bini në provokime dhe kushtojuni vëmendje tensioneve të vogla, diskutime edhe në dashuri. Jini të durueshëm dhe mos veproni sipas instiktit. Nxitimi në këtë situatë nuk ndihmon. Peshorja. Një ndryshim rrënjësor është duke u zhvilluar për shumë prej jush dhe situatat e ndarjes do të trajtohen me qetësi. Në punë, java premton të jetë e lodhshme, zgjidhni bashkëpunëtorët tuaj me kujdes. Akrepi. Mund të ndjeni veçanërisht të vendosur ditën e sotme. Në dashuri, përpiquni të mos jeni shumë kërkues me partnerin. Në punë, përballojini sfidat me guxim dhe vendosmëri. Shigjetari, do të jetë një ditë ideale për të fokusuar tek vetja dhe nevojat tuaja. Në dashuri gjeni kohë për të reflektuar mbi ndjenjat tuaja. Në punë shmangni vendimet e nxituara. Bricjapi, do të duhet të jeni të vendosur dhe konstant për të arritur rezultate të shkëlqyera në punë. Në sferën e dashurisë, mund të lindin konflikte të vogla, qëndroni të qetë dhe praktikoni diplomacinë. Ujori. Ditën e sot me kreativiteti do të gjej hapësirë, yje do të shpërblejnë shkathësi në fushën e punës, batoni idetë tuaja në praktik. Në dashuri mbeten situata të pasgjidhura, shkoha për t'i sqaruar ato. Peshqit. Do të jetë një ditë në të cilën do duhet të përpiqeni dhe të mos mbingarkoheni nga emocionet negative. Në punë do të jetë thelbësore të keni durim dhe të mos u dorëzoheni provokimeve. Në dashuri, yjet favorizojnë ndjenjat, do të ketë romans në çift.